Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Ky është sanduiçi i cili ka elmuar 179 persona dhe 28 prej tyre kanë humbur jetën. Sëmundja serioze e shkaktuar nga bakterit Listeria monocystogenes. Listeria është një bakter që gjendet në djathtë të butë të sanduiçeve të parapaketuar dhe të kontaminuar me çokoladë apo lule shtrydhe. Sëmundja mund të çojë në lindje të forshën së vdekur dhe aborte spontane të gratë shtatzëna, si dhe në sepse të rënd tek të moshuarit dhe personat klinikisht të prekshëm. Ky sanduiç është shitur në Londër dhe qytete të tjera angleze. Listeria monocystogenes është një bakter gram pozitiv që shkakton një infeksion të quajtur listeriozë. Ky mikroorganizëm është veçanërisht i rrezikshëm për gratë shtatzëna, foshnat e porsalindura, të moshuarit, personat me imunitet të dobët. Karakteristikat kryesore janë forma e vogël dhe lëvizëse, gram pozitiv, ka mur qelizor të trash dhe mund të jetojë me ose pa oksigjen. Mund të rritet në temperatura të ulta, madje edhe në frigorifer 0 deri në 4 gradë Celsius, gjë që bën të rrezikshëm për ushqimet e ruajtura. Burimet të zakonshme të infeksionit janë ushqimet të parapërpunuara ose të ruajtura gabim, si djathërat e butë të prodhuar me qumësh të pasterizuar pjesërisht, mishrat e përpunuar, peshku i tymosur, perimet të papastra. Simptomat tek të shëndetshmit zakonisht janë të lehta, temperaturë, dhimbje muskujsh dhe të përzjera. Tek grupet në rrezik të lartë mund të shkaktojë meningjit, sepsis apo aborte spontane të gratë shtatzëna. Parandalimi, ruajtja e sigurt e ushqimit në frigorifer me më pak se 4 gradë Celsius, ngrohja mirë para konsumimit të ushqimeve të gatshme, larja dhe pastrimi mirë i perimeve dhe duarve, shmangja e ushqimeve me rrezik të lartë gjatë shtatzënisë. Ekspertët bëjnë me dije se është më mirë të konsumoni ushqim në shtëpi tuaja dhe të keni kujdes kur blini në fast food apo dyqane ku shiten sanduiç apo produkte të tjera të gatshme. Është mirë të gatuani vetë në shtëpi, pasi është më e shëndetshme dhe më e sigurt. Pasi ushqimet që blihen në rrugë apo në vende të hapura mund të kenë kohë që ekspozohen në diell dhe mund të kenë kohë që mund të rrinë të presin për ju. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.